multietnike, jemi shoqëri multietnike, por jo shtet multietnik. Shikon, nuk është absoluta, është retorik boshe për që bëhet për vota. Po përsëris, le të marrin këta paragrafin 2, pikën 2, deklaratës së pavarësisë dhe në 3 kushtetutës. Që thotë Republika e Kosovës, kryefjala është Republika e Kosovës, e definon. Pastaj flet për cilësi tjera, shqiptarët dhe komunitetet tjera. Kërku tjetës përmenet. Dhe ajo nuk përmenet në pjesën e përkufizimit qëtë. Po përsëris, deklarata pavarësisë është themeli, dispozitat e saj e kanë kriju kushtetutën dhe i kanë japë fuqi planit atisari, i cili për pjesë, për qëllimet e operimit mikro nuk vlen, por për qëllimet e parimeve fundamentale, a i çdo herë është në fuqi në Kosovë. Me thonë politikisht që ne na drashiqim me si quaj Tjetri Simiqi, ajo ka relevancë politike, mund të ketë relevancë politike ai dallim, ose privat kur do njeri me bo vandër diken, ato në cilësi, por në aspektin shtetëror, asnjë relevancë nuk kanë. Ajo që qënë pesh është, çka thot deklarata dhe çka thot kushtetuta. Deklarata dhe kushtetuta e ruan diversitetin dhe multietnicitetin, pika 2. Deklaratë të shtetit i cili reflektohet një jetën institucionale prej as deri zh. Ma gjejnë një organ, në presidencë ekziston këshilli konsultativ. A qashtu? I vetëmi komision standing, permanent, i kuvendit Kosovës është për interesat dhe drejtat e komunitetet. A qashtu? Nën kryetarët e komuniteteve pakis kanë drejt me ngritë çështje në gjykatë kushtetuese, është jashtë jurisdiksionit të neni 3 të kushtetutës. Shërbimi civil, thot, do të me reflektu diversitetin, diversitetin Kosovë. Nëse se kjo, 90%, unë jam i lindur në 62, prej që ma e manune, shqiptarët kanë qenë për mbi 85% shumicë, gjithmonë. Lufta pak një 5% e ka lëviz. Do thonë, s'ka dalim, sikur në kokur, por dalimi është fundamental, që atëherë ka pas titular të shtetit dhe sërbë thëshin që ne jem, atë prapo profesoris Velerin, mërë në thotë, lexone, si shpodojnë tash i do me bo, një komunitet titular dhe tjerët me qenë, mi ashtrat dorën, mi jap drejtat, aja ko ka kalu. Ato se ka as fryma, as germa e deklaratës pavarësisë dhe kushtetutës së Republikës së Kosovës. Pa është qëllim legjitim politik ky, marrë parasysh që Kurti gjithmonë ka qenë kundër këtij organizimi antisarian, ta themi. Shikoni, pritë. Dhe ka folur për Republikën e Tretë. Prit. Unë jam shumë i sigurt që kjo që po një Kurti është implementim i marrëveshjes së Ohrit, kjo Republika e Tretë e tij. Pse? Sepse marrëveshja e Ohrit ka para pa federalizimin e Kosovës, fillimisht përmes regionalizimit, një autonomie që është vetë menaxhim, që do thotë ju e dini, është s'ka do pegojës ta. Shkon nëpërmjet asociacionit të komunave. S'ka do pegojës së ti. Ai e ka pranuar vetë menaxhimi është emërus i përbashkët për të gjitha llojet autonomie në Kosovë. Dhe ajo realizohet vetëm duke përjashtu sërbët, sa më shumë prej institucioneve qendrore dhe në mënyrë që ata mos me pas tjetër zgjidhje. Tjetër asi përmes bashkësisë së komunave sërbe, si parashihet me statut të cilin po ashtu draftin e BE-s, i cilë është në procedurë. Dhe ai nuk ndryshon, çish po mendoj këta. Sikur që nuk ndryshon as marrëveshja e Ohrit, sepse marrëveshja e Ohrit edhe miqtan, për shembull Trumpi, amerikan që kemë miqt kryesor, do thotë e gjyton mbrojtës, edhe ata, edhe Trumpi mund t'ia shtojnë në dimension ekonomik, por ajo rruga evropiane është me kërkesën e palës tonë në Ohër. Zoti Kurti ka pranu që ajo me qenë pikë referi. Dhe jo sheni bislimi. Dhe çka lidhet kjo me Republikën e Tretë, vetë menaxhimi? Vetë menaxhimi lidhet me federalizu Kosovë, me